Иако доби позитивна оценка од Венецијанската комисија со неколку забелешки за предлог законот за правична и соодветна застапеност, повеќе од 3 месеци нема конкретни чекори за негово усвојување, а нема ниту јасен рок од владата. Пратеникот на Алијанса за албанците Ријад Шакири вели дека процесот се одолговлекува и се карактеризира со недостиг на транспарентност, додека испраќањето во Венецијанската комисија само дополнително го одложило. Përkrahjes apo mos përkrahjes së këtij ligji nuk mund të jap për momentin përpara se çka përmban ai ligj. E parë. E dytë, po un kam vërejtjet e mia dhe kam rezervat e mia se ky ligj ndoshta deri në fund të këtij mandati nuk do të implementohet sepse realisht edhe nëse kthehet prej Komisionit të Venecias me përgjigje pozitive, edhe qeveria kushtimisht ka gatishmërinë që ta implementon këtë ligj. Për ta implementuar një ligj të caktuar, domethënë duhet të ketë paraqe me mjete buxhetare. Ne duhet të shkojmë në rebalans të buxhetit, të parashihen mjete buxhetore për implementimin e këtij ligjit. Во меѓувреме, еден од лидерите на ВЛЕ, Низет Меджити, изјави дека законот ги поминал процедурите и се очекува наскоро да биде усвоен во собранието. Тој додаде дека и без балансерот застапеноста на албанците достигна рекордни нивоа, благодарение на ангажманот на албанскиот политички фактор во владата. Për ligjin e përfaqësimit i ka kaluar gjitha filtrat, e ka marrë edhe vlerësimin në Komisionin e Venedikut, edhe është momenti me pak vonesë pra të rikthehet dhe të kalon pra në mënyrë definitive në Parlamentin Republikan dhe të jetë ligj valid dhe të mbyllet si çështje kjo dhe ta luajë rolin e vet për përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po për t'i rahatuar qytetarët tonë, atë që tha dhe avokati i popullit e konstatoi, pra vitin e kaluar, edhe pse s'pat balancues, edhe pse s'pat ligj për përfaqësim, po faktori shqiptar në qeveri bëri që të arrin rekordin e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Од друга страна, дуи и обвини за прекршување на принципот на правична застапеност, истакнувајќи дека во 40 унапредувања во Централниот регистер не бил вклучен ниту еден албанец. Албанската опозиција, вклучително и таа на Зијадин Села, го критикуваше предлог законот поради недостаток на казнени механизми и предупреди дека може да остане само на хартија.